Edhe pse pa ju referuar drejt për drejt situatës së krijuar me investimin në Zvërnec, presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë Grant Van Cleer gjatë një forumi biznesi vuri theksin te dialogu mes grupeve të interesit si një element kyç për të nxitur sipërmarrjet e huaja. Shpresoj të ketë dialog. Kam parë edhe investime shqiptare ku ka pasur dialog konstruktiv dhe rezultate konkrete. Duhet luftuar korrupsionin në këtë aspekt për të cilin po flasim. Le ta marrim këtë si një mesazh të fortë në mënyrë që të ecim përpara. Theksin do ta vendosja tek dialogu. Ndërkohë, Dhoma Amerikane e Tregtisë publikoi gjetjet kryesore të sondazhit të saj të fundit. Shqetësimet kryesore lidhen me monopolin dhe konkurrencën e padrejtë, burokracinë qeveritare, klimën e brendshme politike, ekonominë informale, gjetja e stafit kualifikuar. Këto janë pra ato problemet kryesore të cilat evidentojnë që janë shqetësimet kryesore të anëtarësisë. Sondazhi i Dhomës Amerikane konsiderohet një nga macit më të rëndësishëm të perceptimit të investitorëve dhe kompanive që operojnë në Shqipëri, duke shërbyer si tregues i besimit të sektorit privat ndaj institucioneve dhe funksionimit të tregut.